Vitet e fundit në spitale dhe klinika private janë të punësuar me kohë të pjesshme ose të plotë, mjek të huaj që kryejnë jo vetëm vizita dhe diagnostikime, por edhe ndërhyrje tek pacientët. Madje nuk kanë munguar rastet kur mjekët e huaj që ushtrojnë profesionin në Shqipëri janë vënë nën akuzë për mjekim të gabuar duke ngritur pikpyetje mbi standardet e përzgjedhjes dhe kontrollit të tyre. Humbja e jetës së biznesmenit italian Massimo Ferro në klinikën private në Tiranë, Trita Hospital, ku mjekët italian ushtronin detyrën, ka rikthyer në vëmendje procedurat e certifikimit dhe rekrutimit të bluzave të bardha që vijnë nga jashtë vendit. Por si bëhet në të vërtetë verifikimi i mjekëve të huaj që kërkojnë të punojnë në sistemin shëndetësor shqiptar? Atëherë, në bazë të ligjit 123/2014 të funksionimit të urdhrit të mjekut, çdo mjek që ushtron profesionin në Republikën e Shqipërisë është i detyruar të pajiset me licencë. Nuk bëjmë përjashtim as mjekët e huaj. Mjekët e huaj, për të pajisur me licencë në Republikën e Shqipërisë, përveç kritereve që kanë mjekët shqiptar, kanë edhe një sër kriteresh të tjera. Ndër më kryesorët është paraqitja pranë urdhrit të mjekut të certifikatës së sjelljes mirë profesionale nga dhoma e mjekëve në cilën ata ushtrojnë profesionin. Pra, nëse një mjek dëshiron të ushtrojë profesion në Shqipëri, vjen nga Italia, kusht kryesor është që të paraqisë certifikatën e sjelljes mirë profesionale pranë urdhrit të mjekut. Gjë që provon aftësinë profesionale dhe mosndëshkimet profesionale që ky mjek ka në dhomën përkatëse ku ka ushtruar profesionin. Përveç kësaj kërkohet edhe një dëshmi penaliteti dhe plus fotokopje diplomës, njësim diplomës, gjithë dokumentet tjera që kërkohen edhe për mjekët shqiptar. Nga ana tjetër, edhe pse mjekët e huaj nënshtrohen verifikimeve për qytetarët, besimi mungon. Ata thonë se mjekët shqiptar nga ana profesionale janë më të kualifikuar, edhe pse me paga jo dinjitoze. Ma mungon lek këtyne, janë më të mirë sa ata të huajt. Po së napin lek e dalin kësi, atë do të mungon na lek. Po mjekët i kemi shumë të mirë. Gjithë janë bërë me specializim këtu. Mirë, jemi të kënaqur. Dhe kjo unë do zhitja mjek shqiptare, edhe që është me miri. Ata që vinë nga jashtë gjoje, që kanë titull shkencor dhe janë më të avancuar nga mjekët tanë. Edhe nuk jam dakord me shtetin që i le atë u jep edhe viza pune dhe licencë këtu. Duhet ta shikoj mirë. Kemi parë edhe mjek indian, ne nuk i dim ku e kanë mbaruar shkollën. Edhe çfarë mesatare kanë arritur atje. Ne kemi plot mjek këtu. Por shteti duhet vërë dorë. Nga viti 2014, llogaritet që të paktën 400 mjek nga vende si Greqia, Turqia dhe Italia kanë shërbyer në Shqipëri të regjistruar edhe në urdhrin e mjekut. Vitet e fundit, fenomeni i largimit të bluzave të bardha mbetet një shqetësim serioz, jo vetëm për sistemin shëndetësor shqiptar, por edhe për shumë vende të Europës.